Në një mëngjes të ngrohtë të qershorit, më 13 qershor të vitit 1965, në lagjen Karshjaka të Izmirit, Turqi, lindi një vajzë që do të sfidonte jetën dhe do të prekte miliona zemra. Ajo ishte Vahide Perçin. Vahide lindi në një familje të thjeshtë punëtore. Baba i saj punonte si shofer kamioni, ndërsa nena ishte shtëpiake, me rrej nga minoriteti grek në Turqi. Nena e saj vuante nga një sëmundje rend që e detyronte të qëndronte për periudha të gjata në spital. Kjo bëri që Vahide të mos rritej me të emën, por të edukohej dhe rritej nga gjyshja e saj dhe vëllezërit. Familja përjetonte shpesh mungesën e babait për shkak të punës së tij. Ndaj Vahide mësoi që herët të ishte e pavarur dhe e fortë emocionalisht. Ajo ishte vetëm 4 ose 5 vjeç kur nena u rikthye për pak kohë në shtëpi, por më pas u shtrua sërish në spital për shumë vite. Deri në fund të shkollës së mesme, Vahide jetoi praktikisht pa nenën e saj, dhe kjo ndikoi thellë në formimin e saj emocional dhe ndjeshmërinë që më vonë do ta shprehte në aktrim. Pas rikthimit të nenës nga spitali, ato jetuan së bashku për afro 20 vite, deri kur ajo ndroi jetë në vitin 2003. Shokët dhe mësuesit e përshkruanin si e heshtur, e vëmendshme dhe shumë emocionale. Ajo ishte një vëzhguese e mirë, dhe kjo cilësi u kthye në një nga pikat më të forta të saj si aktore. Pas përfundimit të shkollës së mesme, ku kishte studiuar për grafik, Vahide vendosi të ndjekë dëshirën e familjes dhe u regjistrua në Fakultetin e Ekonomisë. Por ajo nuk ndjehu asnjë lidhje me shifrat, tabelat apo teoritë ekonomike. Zemra e saj i përkiste skenës, artit, ndjesive dhe dramës. Duke ndjerë një boshllëk të thellë brenda vetes, mori një vendim të guximshëm. Aplikoi në Fakultetin e Arteve të Bukura të Universitetit Dokuz Eylül në qytetin e saj të lindjes, Izmir. U pranua në departamentin e teatrit dhe shumë shpejt u dallua si një nga studentet më të talentuara të brezit të saj. Profesori i saj, mjeshtri i njohur Ozdemir Nutku, e vlerësoi si një nga studentet më të jashtëzakonshme që kishte pasur ndonjëherë. Vahide ishte shumë e përqendruar, e përkushtuar dhe e ndjeshme në çdo interpretim skenik që bënte. Ajo nuk luante thjesht role, i jetonte ato. Një aftësi që më vonë do të kthehet në një ikonë të dramës turke. Gjatë studimeve, mori pjesë në shumë shfaqje teatrale, universitare dhe nisi të ndërtoi një identitet të fortë artistik. Pas diplomimit, ajo filloi punë në një nga institucionet më të njohura, Teatri i Artit të Ankaras. Më pas ajo mori një ofertë nga Teatri Shtetëror dhe u transferua në qytetin Adana, ku për disa vite zhvilloi eksperiencë të pasur në skenë. Vahide bëri debutimin e saj televiziv në vitin 2003 në serialin Një përrall Stambolli. Luajti rolin e Suzi Kozan, një grua e zgjuar dhe e fortë, pjesë e një familje të pasur që përjeton rënje ekonomike. Seriali pati shumë sukses dhe publiku e dashuroi menjëherë Vahiden për thellësinë e interpretimit të saj. Seriali Alie, një grua që largohet nga një martesë abuzive për të filluar një jetë të re. Ky serial është një nga më të rëndësishmit në karrierën e saj. Interpretimi i saj e forcoi figurën si simbol i grave të forta dhe të pavarura në shoqërinë turke. Vahide fitoi çmime të shumta për këtë rol, përfshir aktoria më e mirë në disa festivale turke. Seriali Nena ime në vitin 2007, një dramë e thellë ku ajo interpreton një nen me sakrifica të mëdha për vajzën e saj. Vlerësuar për emocionin e thellë që përsolli edhe pse ishte një mini serial. Në vitin 2011 deri në vitin 2012, roli Zehra i Elmas, nena e Fehrijes, seriali u bë jashtëzakonisht i famshëm në gjithë Ballkanin dhe lindjen e mesme. Roli i saj si nen punëtore dhe e përulur preku zemrat e miliona shikuesve. Ky ishte një ndër rolet që e bëri të njohur në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Mëgjerë. Në vitin 2015, Vahide mori përsipër rolin historik të sultaneshës Kosem në sezonin e 2 të serialit. Edhe pse shumë e vështirë për tu interpretuar, ajo u vlerësua për autoritetin dhe fuqinë që i dha personazhit. Bir Zamanlar Çokurova, 2018-2022, roli Hünkar Yaman, një nen aristokrate, autoritare dhe me zemër të thellë.
Ky ishte rikthimi triumfues i Vahide Perçin pas luftës me sëmundjen dhe u kthye në një nga rolet më të dashura të saj. Fillimisht, ajo hezitoi të pranonte rolin sepse sapo kishte rikuperuar një nga betejat më të rënda me kancerin e gjirit. Ajo tha më vonë në një intervistë: "Isha e lodhur dhe me ankth, por kur lexova skenarin, djeva se Hynker ishte një mundësi e rrallë për një aktore. Ishte një grua që duhej ta sillja në jetë." Garderoba e personazhit ishte e personalizuar për Vahiden. Shumica e fustaneve të saj ishin të qepura me dorë, për të reflektuar klasin e viteve 70 dhe 80. Stilistët thanë se ajo ishte pranim mbretërore natyrale dhe rrobat vetëm sa e theksonin këtë. Në disa prej skenave ku Hynker përballet me dhimbjen, tradhëtin apo përplasjen me djalin e saj, Vahide nuk përdorte teknik aktrimi, por qante vërtet. Një nga regjisorët u shprehën: "Kur qante Vahide, të gjithë ndalonin, nuk ishte sken, ishte jetë." Karakteri Hynker vdes në sezonin e dytë dhe publiku reagoi me trishtim dhe zemërim, por vendimi për të larguar personazhin ishte miratuar nga vetë Vahide, pasi ajo kishte nevojë të pushonte për shëndetin dhe për të ndjekur projekte më të lehta. Në një intervistë pas largimit, Vahide tha: "Hynker ishte një grua e pamëshirshme për të tjerët, por edhe shumë e ashpër edhe me veten. E adhurova, por e lash të shkoj në momentin e duhur." Vahide u njoh me aktorin Altan Gordum në teatr. Dashuria e tyre filloi mes provave dhe roleve. U martuan në vitin 1991 dhe për një kohë të gjatë u konsideruan si një çift shembull në botën e artit turk. Nga kjo martesë lindi vajza e tyre, Alize Gordum. Më vonë edhe ajo një aktore. Vahide ka deklaruar shpesh se vajza është forca e jetës së saj. Edhe pse e angazhuar në projekte të mëdha, ajo kur nuk e la më njan rolin si nen. Në një intervistë ajo tha: "Në shtëpi nuk ka asnjë aktore, në shtëpi ka një nen që pret t'i dëgjoj hallet vajzës së saj." Në vitin 2013, Vahide dhe Altan u divorcuan në mënyrë miqësore. Ata deklaruan se do të qëndronin miq dhe e mbajtën fjalën. Asnjëri nuk foli me negativitet për tjetrin, një veprim që publikisht u konsiderua një model dinjitos ndarjeje. Ndonse është një nga aktoret më të njohura, Vahide është shumë e rezervuar në jetën e saj personale. Ajo nuk frekuenton evente mondane, nuk ndan jetën në rrjetet sociale dhe rrallë jep intervista personale. Në vitin 2011, Vahide Perçin u diagnostikua me kancer të gjirit. Nuk e mbajti sekret, përkundrazi, dau publikisht procesin e trajtimit, duke frymëzuar shumë gra që po përballonin të njëjtën betejë. Ajo u shfaq me flokë të rena, me fytyrë të lodhur, por me një buzëqeshje të fortë, duke thënë: "Jam aktore, por mbi të gjitha jam grua dhe kjo është lufta ime më e vërtetë." Vahide Perçin nuk është thjesht një aktore turke, ajo është simboli i forcës, i dhémsurisë, i heshtjes që flet më shumë se fjalët. Me rolet e saj, ajo na mësoi si të duam, si të falim, si të qëndrojmë të fortë kur gjithçka shembet, dhe mbi të gjitha na tregoi se arti më i madh është vetë jeta. Në këtë material, ne u përpoqëm t'ju tregojmë një portret të plotë të aktores Vahide Perçin. Dhe tani do t'ju pyesim, çfarë mendimi keni ju për Vahide Perçin? Na shkruani në komente, do t'i lexojmë me respekt dhe dashuri.